Në Tiranë nuk ka më këmbë lojrash. Në shumë lagje, këmbët e lojrave janë zhdukur për t'i lënë vend pallateve të reja, ndërsa ato pak ekzistuese janë të amortizuara me lodra të dëmtuara, sipërfaqe të pasigurt dhe mungesë mirëmbajtje. Prej vitesh, Bashkia e Tiranës ka promovuar investimet në hapësirat publike për fëmijë, por edhe të grupeve në terren për mirëmbajtjen e tyre. Megjithatë, pamjet nga terreni tregojnë një realitet tjetër. Përballë pyetjeve mbi numrin e këndëve të lojrave, kostove të ndërtimit dhe fondet e mirëmbajtjes, Bashkia e Tiranës refuzon të japë informacion. Institucioni ja delegoi përgjegjësinë Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, e cila deklaroi se informacioni për këndet e lojrave është jashtë fushës së kompetencave të saj. Kështu, mbetën pa përgjigje pyetjet se sa para janë shpenzuar për këndët e lojrave, sa këndë funksionale ka sot kryeqyteti dhe kush mban përgjegjësi për gjendjen e tyre. Problematikat janë konfirmuar edhe në gjetjet e kontrollit të lartë të shtetit. Në auditimin e tij, KLSH evidentoi 32 këndë lojrash pa standard, mungesë planifikimi afatgjat dhe hapësira të pamjaftueshme në raport me popullsinë. Ndërsa Tirana vazhdon të ngrihet në lartësi me kulla shumë kaçe, shumë familje përballen me mungesën e vendeve ku fëmijët mund të luajnë të sigurt dhe mes ndërtimeve në hapësira që përkasin të vegjelve.